Zbulohet arsyeja përse Edi Rama fluturoi drejt Italisë. Kësaj radhe kryeministri ka qenë i ftuar në një talk show ku ka folur për gjithçka. Gjatë emisionit Agora Estate në televizionin italian Rai 3, ku ishte i ftuar i gazetares Rosa Melucci. Shefi qeverisë tha se pavarësisht situatës brenda Unionit, Shqipëria vazhdon të kërkojë me çdo kusht integrimin në Bashkimin Evropian, duke e konsideruar një projekt madhor, edhe pse i ndërgjegjshëm se rruga drejt antarësimit në Bashkimin Evropian nuk është e lehtë. Sigurisht duket pak paradoks që ndërsa janë shumë që duan të dalin si Britania e Madhe apo shtetet e tjera, jemi ne në Ballkan që duam të futemi me çdo kusht. Sigurisht ne dëshirojmë të futemi me çdo kusht në Bashkimin Evropian dhe vazhdojmë të besojmë në këtë projekt të madh. Ne mendojmë se Europa është në një situatë të vështirë, por kjo nuk do të thotë të dalim nga Europa, sepse do të ishte si të dalim nga historia. Çështja e emigrantëve ishte edhe pika e debateve të forta në studio, ku Rama ju përgjigj duke thënë: Italia ka harruar kohë kur gjyshit e saj shkonin në Amerikë. Duket se ftesa në televizionin italian e ka entuziazmuar kryeministrin, i cili numëron 20.000 italianët që punojnë në Shqipëri, madje për habi, përmend si sukses pikërisht taksat e ulta, megjithse detyrohet të pranojë që një arsye që tërheq investitorët italian është më shumë krahu i lirë i punës. Kohët kanë ndryshuar në mënyrë të paimagjinueshme. Jemi në një situatë të ndryshme. 25 vite më parë, shqiptarët vinin në Itali të uritur. Tani në Itali jetojnë 40.000 shqiptarë që paguajnë rregullisht taksa. Shqiptarët, përveç se janë integruar, dhe kemi edhe studentët më të shkëlqyer, kemi 20.000 italianë që jetojnë në Shqipëri, apo edhe shumë supermarkete italiane që vinë në Shqipëri, sepse taksat janë të ulta dhe nuk ka presion financiar dhe padyshim ka krah të lirë pune. I pyetur për korrupsionin, kryeministri Rama vlerësoi se tek evazioni fiskal qëndron pasuria që humbet çdo ditë.